Albania Radio. Dhe si të mos mungonte fakti që ne e dim që është e fundit, do duhet zëri atij, speakeri që jep lajme dramatike, që thotë që është emisioni i fundit. Dhe nuk është e papranueshme. Por se ja kanë lënë atij që jep lajme të tmerrshme që ndodhin në Shqipëri, që të thotë që hapësues emisioni duhet ishte një njerëz solar, një njerëz i gëzuar. Do të ishte Shako Hoxha. Që ta mbylli me qejf. Të dashur shqiptarë, po vjen momenti për treguar spektaklin e tyre, ata që shkëlqyen në këtë sezon në episodin e fundit të hapësues në Top Albania Radio, radio e vetme e unike shqiptare. Ja, Bravo, sigurisht nuk do të punon ata dy. Visa dhe Cubi, cilët normal ka nevojë pushojnë dhe ata, po në fakt s'do pushojnë do. Kush tash do pushojnë? Se kanë qinë punë. Do në turneun e Portokallisë. E sigurisht magjia e radios është ajo që mbetet gjithmonë Cubi, sepse nuk zvendësohet me asgjë dhe prandaj ne jemi të mërzitur që hapëques sot do jetë puntatën e fundit, por ama nga ana tjetër, Po jo e fundit fare. Fundit për këtë sezon. e fundit për tashimi. Se në shtator, Na futi se në shtatorën tetor të kenë surprizë. Jo, do kenë Me gjëra shumë të bukura. surprises. Yes, of course. Sigurisht përshëndesim DJ Vinin, i cili ka qenë pjesë e rëndësishme e rrugtimit tonë të hapëques, absolutisht. një duartërki, një hapëqu, një tështim për veten i dashur Vini. Një të shtim shpërthyes Vini për ty. Tështima Nuk e tjetër, kishe shumë, po hajt, më. tështima tjetër shkon për gjithë gocat e webit që punojnë këtu në Top Albania Radio, Silvia, Mikelin dhe të gjitha ato që na mbështesin dhe janë kaq të mira, kaq pozitive dhe japin energji kaq të bukur. Dhe janë goca Gjithashtu solare. çunat e backstage, çunat e regjis, i përshëndesim Dhe sigurisht kjo nuk ishte kënga që kishim në mendje për ta startuar këtë puntat, sepse ne Cubi nuk përshëndesim vetëm njerëzit që janë trafik. Më kupton? Jo, s'të kuptoj. Sepse ideja është që neve nuk na ndjekin vetëm njerëz që janë trafik, pra trafikantët. Jo, kujdes. Po. Në sensin trafikuesit. Trafikagjint. Neve na ndjekin dhe njerëz që punojnë, njerëz që kanë biznese, që kanë punë, janë punë nëpër zyre, nëpër institucione, njerëz që janë punojnë kudo në vende ndryshme. Ua, ma bëre zemrën mal. Dhe unë realisht kur ndaloj njerëzit se për Portokallin dhe për rolet e mia në jetë që në karrierë që kam bërë, normal tashmë e di dhe është kënaqësi kur ndalojnë. Është bërë si dhe pjesë e jona, është bërë edhe si pjesë e jona. Po kur më ndalojnë dhe më thonë që të ndjekim në radio, dhe na pëlqen shumë emisioni juaj, unë ndjej vërtet një kënaqësi sepse është një kompliment special që unë e marr si një gjë shumë të bukur. Edhe mua në fakt kur ma kanë thënë vërtet më është bërë shumë qejfi. Dhe në një rast kemi qenë edhe të dy bashk. Na u bë të dyve. Në një fest, na u bë të dyve, po mua më bë, po e ndjeva që edhe jotja t'u bë. Tani Cubi, përshëndesim të gjithë dëgjuesit tanë besnik të Top Albania Radios, por në veçanti ata të hapëques, kudo që ndodhen në punë, në zyrën trafike etj. Ata në përzyra që i përmendëm, me një këngë fantastike, Sto bene al mare. Sto bene al mare. Sepse jemi në prag detit. Vjen kënduar nga Marco Mengoni. Edhe Rkomi. Po Rkomi ç'është producenti. Vjen kënduar nga Marco Mengoni, Sto bene al mare. Përshëndesim gjithë. Atje tani pranë detit, me çfarë, me të brendshme apo me të përbrendshme? Ose vetëm thjesht me një peshqir. Duke vënë krem në përmullaqe 17 herë në ditë, gjasmet për të vënë krem, por në fakt për treguar diçka tjetër. Çfarë? Për treguar pandesiti, popullaqen. Veshkat. Për të treguar, shikoni pak sa të shëndetshme kam shpretkën. Wow, sa shpret kam të hëngsha shpretkën unë ty. Imagjino domethënë njëra që kanë zgjedhur domethënë komplet të pasmet mrapa dhe vë krem në këmbë që ta shohin gjithë dynaja. Edhe lyen kështu. Edhe që ti jep, më fal motra, ç'a do tregosh? Dua të tregoj që jam një vajzë që kam shumë personalitet. Një vajzë kujdesshme. Dua të tregoj që jam një vajzë që më pëlqen përmbajtja më shumë se sa dukja. Vajzë thellë kjo. Vajzë thellë që futet thellë. Edhe madje së fundmi kanë plasur keq edhe disa mesazhe. Mesazhe? Po, për shembull, janë dy goca që kërkojnë çuna për pushime, për shoqëri, që të jenë edhe pak të pasur, thonë.
pak fare që të bëjnë edhe pak qejf. Po. Dhe në fundit thotë një jetë kemi. Po edhe të drejt kanë, me thonë të drejtën. Ore, po në fund të fundit tani plazhi prandaj është edhe një për të shijuar pra. Domethënë janë dy goca që thua ti, janë që kërkojnë dy çuna. Pra nuk duan tre. Jo, dy mjaftojnë, dy. Po. Që të jenë pak të pasur. Po ti je çik i pasur, çik më shumë edhe një u del, me thënë drejtën. Le të iki njëri po ashtu. Por këto kërkojnë dy, që të jenë pak të pasur, pra pak bëhet fjalë vetëm koka, pra vetëm baja, po pjesa e sipër me flokëve, baluket. Edhe te pak të pasur, që me qëllim nga kjo pak pasuri të bëjmë pak qejf. Të bëjmë pak qejf, sigurisht. O çupi, po një jetë kanë më vajza. Edhe kanë të drejtë ore. Po një jetë kanë më vajza. Dhe mezi kanë pritur, gjithë dimrin kanë pritur këtë verën. Gjithë dimrin janë depiluar janë pasuri. Janë kujdesur vajzat me dy. Po, janë lodhur, më raft pika për gocat. Më raft pika për gocat. Më fal, mora vesh kishe bërë terapinë ti me spermë salmoni mora vesh. Po. Ja, shikon se më shkëlqen fytyra. Kush e di sa herë kanë bërë ato vajzat të terapinë që kanë bërë ti. Ato e kanë bërë çdo muaj visi. Salmonët e shkret. Salmoni shkret, tu torturoj ziu. Amani më linit pushoj qik. Aman më merrni me njerëzit mos e Na lini më të marrin frymë. E të merresh me çfarë po ndodh tu nuk e di domethënë të dashur miq. Kjo është tjetër gjë megjithatë. Për të gjithë ju të dashur miq, dashamirës të Top Albania Radio që po dëgjoni dhe po habiteni çfarë janë këto gjë që thuhet me 1 2 3 4 me pasord. Po dëgjoni emisionin Hapçu, pra është ajo e cila pasditja e Hapçus e Entja, e cila do ja u bëj juve këto 2 orëshin të bukur, të këndshëm, edhe t'ja kaloni mirë që ne themi gjithmonë që fluturon sa hap e mbyll syt, ikën kaq shpejt, duket sikur sa gjatë është ai 2 orësh, por mbaron shumë shpejt. Edhe Cubi. Dhe Vician, po. Po, edhe Cubi para se dalim në një surprizë që kam vetëm për ty. Vetëm për mua. Vetëm për ty. Ma çfarë mos e bërë edhe bukur tani. Gjën më trendi që është e momenti, gjën më virale. Më virale? Çfarë është? Çfarë? Dame un grr. Un ke? Un grr. Un ke? Un grr. Hajde më ti, dashke grr, ti tani, hajde më.